tjetër për cilat do të diskutojmë së bashku në vazhdim me zotrin Nureddin Fetau. Zotrin Nureddin, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, ju falenderoj për ftesën. Përshëndes stafin juaj televiziv, ishte për mrekulli, hera e parë që vi. Po. Vetëm ju përgëzoj, ju dëshiroj suksese, por një përshëndetje speciale deri te shikuesit. Gjithë to që bëjmë programet, emisionet, gjërimet bëjnë për ata. I bëjmë për ata, shumë e vërtet. Shumë faleminderit që ke gjetur kohën edhe që ke marrë mundin të vish në Prishtinë nga Kumanova për të shpalosur pak a shumë sadopak copza historie nga gjithë karriera dhe jo vetëm jeta juaj në përgjithësi. Po kthehemi shumë mbrapa në kohë me ato vitet e arta të mësuesisë që për shikuesit që nuk e din, deri në penzion ke qenë mësues i klasëve të ulta. Po, po. Ne ke ndruar për vete gjenerata ke përcjellur. Përndryshe kam lindur Kumanov. Po. Prejardha jonë është nga një fshat Shushev, është afër kufirit të Serbisë. Kështu që 1912 janë shpërgur prej atje, edhe kështu që babi im ka pas 3 vjetë, bilas nuk e manten me në fshatin, kështu që në Kumanov u vendosëm edhe jetojmë tani në Kumanov, kryta shkollën fillore, shkollën e mesme, ndërsa shkollën e lartë pedagogjike në Shkup. Ëndra ime ishte që të realizohet të bëjmë mësues. Kisha lakmi arsimtarit tim të ndjerë, Jaka Halimi, i cili ishte një arsimtar pedant, me ato veshje, me atë qëndrimin e tij, edhe dhash Zoti u realizua që unë të jem mësues. Të thëmë drejtën, punova në fillim me një fshat, sepse kishte nevojë, do thot, për mësues, edhe pse isha pa diplomu, batën me 2-3 provime, kështu që vitin 77 punësova në hotel, tani thënë hotel e madhe. Po. Mandej në qëtër fshat për shkak që aty kërkonte me vendim. Edhe pranova ofertën, punësova taj fshati tjetër në Runic, në Bislupçan është, kështu që aty punova në 2 vite, mandej u hap një vend në shkollën fillore Kumanov, në qendër. Edhe aty kalova 20 vite tepër. Do thot, faktikisht kam përvoj pune 24 vite, edhe 8 muaj. Gjithat atë kohë, atë jetë me nxënësit, do thot, është e pa përshkruar, do thot, është një kënaqësi e madhe. Sepse kam punuar me nxënësit ciklit të ulët, do thot, prej klasës parë deri në 4-tën. Tani është prej në 2-tën deri në 5-tën, është ndru pak programi. Ishte kënaqësi e madhe për mua. Por duhet pak Zoti ta falërat, do thot, talentin apo t'ishe i lindun për një profesion që të përshtatet. Unë jam tepër i lumtur, tepër i kënaqur, por nëse nuk futesh në botën e nxënësit, nuk mundesh ta zbulosh as pak. Kështu që unë me ata nxënës kam qenë tepër afër. Kur isha në klasë, vishim përqafojshin andena këndena, por kur filloshim me punë, kishim një rregull, një disiplinë, një distancë, edhe kam qenë tepër i afërt me nxënësit e mi, kam një kënaqësi sot e kësaj dite ku më takojnë ato përshëndetin, kam fjalë të mira. E një respekt jashtëzakonshëm. Respekt madh, kuptohet. Kam kaluar gjenerata ndryshme, por jam i lumtur shumë që nga nxënësit e mi kanë dalë shumë doktora, inxhiniera, profesora, mjek. Çfarë ndjesi është kur kthesh mbrapa dhe i kujton gjitha këto vite punë, dhe normalisht e përmenda edhe më herët, ke përcjellur gjenerata. Praktikisht janë rritur gjitha ata fëmijë dhe tani, siç e thatë, ka doktor, ka inxhinier, ka profesione ndryshme. Është një kënaqësi e madhe. Kështu që unë i zbulojsha edhe më herët nxënësit, ata që kishin një talent apo kishin një interesim të madh për mësim. Kuptohet, nxënësi i mirë, ka sjellje të mira, ka, do thotë, fjalor të pastër, por e di që kur bëra disa vite dhe provoj, dhe familjet e nxënësve njifsha, do thotë, i di se prej nga rrjedh. Kështu që nxënësi i cili vinte nga familja e shkolluar, kuptohet, kishte një qëndrim të mirë, kishte një sjellje të mirë, ishte nxënës i shkëlqyer në gjitha pikpamjet.
por kisha edhe nxënës që vinin nga një rreth, ashtu jo edukat, do thotë të mirë. Vile për të regoj një rast. Lutem. Se nxënësi, do thotë, kur ashtë i afërt me mësuesin, të regon gjithë çka të regon. Po, mos e vetë se të kallzon vetë. Po vjen të qajtë edhe po më thotë, mësusë më ka sha filani. Thash, po shat ka sha? Më ka sha 7 nanët. Ajta që shbo me raku, ne kam vetëm një nanë, kojnë edhe 6 nanat tjera. Edhe pa dhe mëra në pyetja që e ka sha, thash, po tja, jebe normal, besi shanë ashtu. Ku e ke mësu këtë fjallë? Ku? Tha prej babit. Po. E tash, fëmia e sjell edukatën e familjes. Po, është pasqyrë. Familje. E kështu, kemi kaluar shumë, edhe pse mirë, kuptoj, do thot, moshën e tyre, kuptoj që nuk logjikon sa duhet, por gjithaj kemi mri këto me punë, me angazhime, me gjitha. Cila ka qenë sfida më e madhe e të qenurit mësues? Sfida më e madhe e të qenurit mësues? Po, janë ato momentet kur duhet pa tjetër të lënë gjeneratën edhe të marrësh për vete me pas një gjenerat tjetër? Ishte koha kur nxënësit kishe një huti, kishe një hamendje. Kështu që ndoshta edhe nga rrethanat e jetës e aty në familjeve. Kam pasën në nxënës që me të vërtetë nuk ka qenë me shëndet mirë. Kështu që për mu s'ka pas pushim. Për mu s'ka pas pauzë, do thotë kër isha ndërmet orëve pauzë, sepse me atë nxënës se nuk mirësha. Por në vetë e kërkova ata. Kisha dëshirë që t'i ndihmoj aja ana shpirtërore. Kështu që familja tyre edhe gjithë edhe nxënësit tani krenohet. Do thotë është tepër i lumtur. Familja tyre nuk di çfarë shprehje kanë ndaj meje, do thotë në anën e mirësisë. Kështu që as pak nuk kisha, do thotë, që të jemi mirëzitur apo tepër i angazhuar që mos të jem me kolegët e mi në pushimin e gjatë. Ajo sfidë ka qenë, do thotë, jo në çdo gjenerat, por çdo 2-3 gjenerat kisha nga një nxënës të tillë. Por, ta them drejtën, e kom përkra, kom pranu me gjithë dëshirë, që vetëm nxënësit të jetë një lloj, do thotë, njësoj me shokët tjerë. Për të mos u ndjerë ndryshe, për të mos u ndjerë keq në praninë e atyre të tjerëve. Ka pas raste që nxënësit e kanë kapë përpara, nxënësin edhe ai është larguar nga procesi arsimor. Kurse unë të kundërtën, ata e ndrojsha si nën kryetar klasës, çdo herë angazhojsha ata që në sytë e klasës, bile dhe nxënës arsimtar, pse vetëm ti këtë, e kisha qëllimin që mos të dallohet nga nxënësi. E tani ai nxënës kam rrit, do thotë nuk ka kry shkollë diçka të lartë, por është martuar, ka një familje të lumtur. Pas shumë viteve punë, vjen edhe pensionimi. Të mërziti pensionimi? Po, pensionimi kuptohet. 64 vite, do thotë, përvoj pune, kishim drejt ne, ishte ligje që kishim drejt të vazhdojmë 3 vite, do thotë, pas asaj moshe. 2 vite i shfrytëzova, do thotë, kisha ende vullnet, edhe, ta thëmë drejtën, cikli ullët, kuptojnë nxënësit, që janë, ende kanë atë, si them, frigën, do thotë, e kështu që vazhdova 2 vjetë, edhe ta thëmë drejtën, drejtori tani i ndjerë, Mustafa e Bibi, ai tha ti do të vazhdojsh pa tjetër, sepse ju i nevojshna për programet muzikore, e bashkë përpëllesha programin, do njerë dhe udhesha programin, kur kishte nevoj, kështu që tha ti, do të lëshojmë ty, tha deri në fund, do thotë edhe 3 vite do t'i vazhdojsh. Me kënaqësi, por erdhë ligje që pa tjetër, do thotë, Më duhet ndërprej. Më ndërprej, gjithë Maqedonin, gjithë Republikën. Ta thëmë drejtën, ishte një tronditje madhe. Të punosh 24 vite
me nëzënës, e tash të largosh për një herë, ajo është një si të shprehem, kështu që çdo mëngjes kur zgjosha, u vanova për shkollë, ta marra çanta, bëj gati. Ajo nuk është larguar gati, nuk them një vit nuk është larguar. Rutina, shprehia. Por falë Zotit, mire me disa aktivitete tjera. Po, do t'i diskutojmë edhe të tjera. Kështu që pak e largovat, do thotë... Po gjithsesi, është një lloj tronditje, është një lloj dhimbje që vjen, pikrisht në momentin që e përshkruajtët edhe ju shumë mirë, që sot je, nesër nuk je në këtë rast në marrëdhënie pune. Shkollën e kam afër shtëpisë. Po. Gati disa muaj s'kam kaluar aty pari ka shkolla. I bisha në rrugën tjetër, nuk musha, do thot, kër e paramendojsha klasën, nxënës të gjithë, edhe kolekt, edhe kisha një dhimbje, por mosha e band vetëm. E vërtet, shumë vërtet. Prap jam i ludhur që e mbrina pensionin, falënderoj Zotit. Dhe normalisht nuk e keni lënë vetën keq, nuk e keni lënë vetën pa obligime të tjera, keni filluar të merreni me gjëra të tjera, me gjëra të bukura që ndoshta kanë qenë shumë ma herët të mbjellurat e ju. Siç ishte muzika që e përmendët pak më herët, që keni pas pasion që shumë vite. Muzika prej fëmirisë, e dosha kongën, por të thënë drejtën kemi qenë një familje mesatare. Kishim, do thot, një arë, një fush që punomi, por babi im ka punuar si mjeshtër i shtëpive. Zoti na fali, do thot, 5 vëllezër që kemi jetuar, por dhe kanë vdek shumë tjerë, 12 kanë vdek tjerë, do thot. Kështu që kemi qenë të pasur me fëmijë. Po. Kuptohet, ka qenë kohë e fukarallëkit, ka qenë atëherë, s'kemi pas as radio. Kështu që hapët e parë të muzikës, aty në fqinj, aty në afër, në mahall, kemi pas një shtëpi që ishte paka shumë me pasur, kishte radio në atë kohë. Edhe rastësisht Radio Prishtinën e kanalin e kapi, Bile Macedon kanë qenë ata, e kapi edhe për thamë, lje, ta ndëgjoj kongën. Edhe konga që hera parë, që kongën e parë, që interpretohet edhe para klasës, do thotë, para mësuesit ishte që përben që bani fyllit. Sepse ata e mësova, do thotë, aty për aty se ishte përsëritëshin vargjet e dyta, vargu i parë dhe vargu i dytë, edhe mbajta në men, shpejt në shtëpi e shkruajta tekstin, që mos na harroj. A ishte konga e parë. Kështu që e theva akullin. Më pranuan, do thot, klasa se bukur këndoj, gjithashtu dhe arsimtari, mande ai më lajmëroi në arsimtari muzikës, kështu që më njerë morën në korë. Kështu të vazhdoa. E mban mend këngën e parë? Ishte që përbjen që bani fyllit, ishte konga. E mban mend akoma? Po, si. E këndon akoma në momente? Po, nuk harrota e konga e parë, nuk harrota ajo hapët e para, edhe ta them edhe një... Lutem. Po e përsëris nga kolegët e mi, këngëtari gjithmonë është i gatshëm. Për të kënduar, a? Lutem. Po. Qpo i vjen qobani fyllit, e qobanesha qpo këndon. Qpo i vjen qobani fyllit, e qobanesha qpo këndon. Qobanesha qpo këndon, edhe qindja qpo blegrojnë. Qobanesha qpo këndon, edhe qindja qpo blegrojnë. Kështu ishte. Shumë faleminderit. Ska gjë. E di që spontanisht po... Ishte konga ku unë prezentova edhe me programet muzikore që kishim apo festat shkollore, festat kombëtare të shtetit, në shkollë, me këtë këngë. Dërsa, arsimtari i muzikës ishte edhe në ansamblin e këngëve dhe valle Bajram Shabani, ku më regjistroj në ansambl, atë që prezentoj me këngë tjetër, Kumëria Elbasanit, edhe ishte një këngë e bukur, këngë e mirë, edhe beso që koncerti i parë që ishte, dole pak ishte angur, se ishte me orkester, do thotë... është masë normale, po... tonalitetin, gjitha të kërkonin. Edhe isha kështu ishte angur nga friga, nga stresi. Edhe pas të mbarova këngën një këngëtar veteran, do thotë këngëtar doajeni Kumanovës, Ismet Vejseli, ai i ka bërë qezimet viteve 60 në Radio Prishtinë. Këngët e tina, autoktone tonët kumanovare. Tani unë i këndoj ato kënga. Më tha, Nuridin, tha, mirë, tha, ke këndu, po, ta s'ke lëviz fare, tha. Po. Po, tha, kisha frikë, kisha stres. Jo, tha, kur do darë qërën tjetër,
kur të prezentohet moderatorja, apo moderatorja, ti je i publikut, del të qesh, shikon gjatë, majtë, drejt, da njësa lëvizje, do thot, normale, sa duhet. Edhe kështu që fjallët e ti nuk e arroj asë njerë, edhe ku janë prezentu, shkonin mend fjallët e... Gjithmonë. Edhe kam një pamje skenike mirë, do thotë publiku më pranon. Pa tjetër që po. Në ansambël, aty jam antari rregullt. Vazhdojnë edhe kësaj dite, a? Po. 54 edhe më shumë bile, jam i sigurt. Se prej në 2-13 vjeç jam pranë në ansambël. Aty jam i lumtur, jam i kënaqur. Kam arritur, do thotë, suksese. Po. Kemi mirë njohje, kemi, do thot, ku prezentomi, kemi vende, do thot, marim vende speciale, marim. Ndonjë moment veçantë, përveç kësaj të parës, normalisht që gjithmonë vetet në memorje, sidomos për shkak të asaj shtangës që përmendët pak më herët. Ndonjë moment veçantë gjatë paraqitjeve tua skenike që do dohet ta ndaj me ne? Ka shumë momente, por po t'rregoj një që ndodhin dhe këto ndodhin, te kanë këta. Po patjetër. Dole dhe harrova tekstin. Edhe fillova të lëviz tash pak ma tepër, jo, i lirë, si gjithë herëve tjera. Edhe harrova fillimin. Pja bëj orkestrës edhe një herë refrenin, ato panë se diçka nuk ashtë në rejtë. Së është në mirë, po. Edhe, të thamë drejtën, fillon të ndrillen kënd. Tash e pas ka shu zotit koritën para publikut, para gjithëve. Por nuk e di ashtu i lume, zot që merë teksti i këngës edhe... Në moment edhe vazhdova. Momenti tjetër që është për të cekur, po më ndrojnë këngën. Unë e dola edhe këngën tjetër. Por falë zotit që unë i di tekstet e këngëve. Edhe tash duke kënduar tekstin, përshkojmë brapa të orkestra dhe për qafja të udhecin. Aj kërë më ka pas, e më vishe komtar ishmi. Kërë më ka pas se unë jam, nuk është aja këngë. E ka gabu personin këtë rasta? Po më thot, ata ndrojmë këngën, për thëmë, jo, vazhdo, publiku nuk e merë, nuk e kupton. Shumë e vërtet. Të janë detajet vocklat që performuesit edhe gazetarët, moderatorët gjithë, ndoshta mund t'i vrejnë, ndoshta edhe janë siklet për vete, po që publiku rol herë i kupton situatat tila. Sidomos kur gjendshmëria në këtë rast është shumë e... Nuk u kuptu fare, kënga baroj, ashtu, me dorar trokiqe, me krejt. Ndodhin disa gjana, për shkak kur këndohet live, do thotë, ato ndodhin. Dhe momentet bukra, pa dyshim që ka mjaftu shumë për të ndarë, por gjithsesi kohëve të fundit i ke shtuar vetës edhe një tjetër profesion. Momente tjera kemi ku, unë për gjithë këngave pak e veçoj këngën Ismet Jasharit, e kam një këngë. Falenderoj tekstin që e bëri Avni Avdiu, muzikën e bëri Afrim Asani. Kishte përmirësime pak edhe unë aty, pak a shumë e përmirësova, do thotë. Vija që kam flenë të mu, po. Atë kam kër e këndoj, ndel për pari Ismet Jashari se e njof, personalisht e njof, se me vlanit i kemi qenë gjenerat, e mirë të shumë erën Kumanov në qytet, edhe të akonim. Një moment prekës që preki është në Prizren, ishte një koncert për fëmijët me nevojat posaçme. Edhe unë e prej Kumanove kishim shoqëri, edhe po më tregon që kemi koncert, ses nuk më fëton, po largë prej atjes, kemi kushte asë rrugën të apagujnë, mëre unë s'ka nevojt me pagu rrugën, thash unë thash po vi, thash vetëm më rëdhit me kangën ku duhet t'jem në program. Edhe shkova. Vetëm kam fillu e vijën e parë, se përmend aty Ismet Jashari, edhe nga publiku dol një grue e mboles, drejt ke unë. Edhe unë fregova që mos ma të nërprej këngën duke kënduar, por ja, afer me dhe pritet të mbaroj këngën. Bas e mbarova këngën, tha, mundet tha mikrofonin, a mundet qafi, thash po, se jo, thash, në vend të nanës kam. Edhe filloj qaj, tha, me këto dur e kam ushqyer, kam dhanë ushqim Ismet Jasharit. Ata si e kom dash si djarë, filloj qaj. Ashtu ishte dhe momente të përprekse. Momente që kemi dhe shumë në Turqi, në festival, shkojmë në Brus, çdo vjet shkojmë në ansambli jo në Brus. Edhe atje kemi momente që me vite shumë vite, do thot, kanë kalu që s'ka s'oshkëthy në vend, apo ta vizitoje vendin. Ishte një plakë e cila, unë them për fshatit Llojan, a ka dhe një të Llojan, ta kemi një nip,
Niti Lojanit. A besoni more e pudhke, o era Lojan, o po më kujton ato ara, fusha, toka, ato shtëpia, krejt. Edhe aty pastaj po i tregoj se kemi marrë në, ajo s'din që është koncerti, s'din që është festivali. Tash kemi marrë në festival, ja kjo sala e madhe këtu. Tha, birë, tha, unë s'kam qenë kur, tha, do t'i marrë, tha, numësët, qikat, bijet, krejt do t'di me bio pa. Edhe erdhe. Unë edhe harrova, se isha bashkë me provë generale, përgatitshemi për koncertin, për festivalin. Edhe, kur dole me këndu, se ishte një këngë Oda me tavan, këngë e vjetër, viteve 50-ta, kur janë shpërgullur, ajo ka qenë këngë hit, edhe ata ju ka mbjell aty në kjo këngë. E kanë pasur, e kanë njohur, po. Edhe kur fillova me këndu, gjithë në këmbë, edhe kjo plaka u fëqu, bira, që ko jam, bira, që i ku marrë, krejt të të vjetë, këto. Ka momente, shumë momente, sepse një karriere e gjatë, do thotë, e tanë, po, një jetë e tanë, po. Kemi shumë kemi, do thotë, momente, ngjarje, dhimbje, po gëzim kuptohet edhe gëzim. Pa tjetër. Dhe kënga në fund të ditës për këtë është, ndonjëherë është për të na gëzuar, për të na disponuar, po kam këngë të cilat, edhe pse na e kthejnë dhimbjen që e kemi, në fund të ditës është për të shliruar pikërisht atë dhimbje që e mbajmë brenda. Për ta qitur jashtë edhe për ta... Kënga ta zbutë dhimbjen, kënga brengat i lehtëson. Po. Sepse kemi, ne shqiptarët, du të krenohemi me zhandrin tonë, të këngëve. Muzikën tonë të autokonë. Muzikën tonë. Kemi këngë patriotike, dashurije, këngë vajtimi, këngë gurbeti, këngë topografike, këngë gjitha llojeve, edhe nuk e di, tash nështë du një kolegë këngëtar, pak do të prejkët, po, pse me vjedh këngë të huja? Nuk ka nevoj, nuk ka rrinë me atë, asgjë nuk ka rrinë me atë, aja këngë vdes shpejt. Po, një gjatësia është shumë e shkurtë. Kurse këngët tona, që në Shqipe, do të këngë, ato duhen të rikëndohen, duhet të rikëndohen. Unë jam i lumtur shumë që edhe kam rri shumë rezultate, kemi mri, suksese, se unë i këndoj këngë të Ismet Veselit, këngë tona, koma Navari këndoj. Mojti që këllu më të bonari, këmë je kanë majzanë, sa bona pak rahat. Ato këngët janë të ati, edhe kër prezentojmë ato mirë, thënë, o, këngë të Ismetit. Po, edhe pritën shumin edhe nga juria profesionale, kemi shumë shpërblime kemi. Se ata kërkojnë këngë të vjetra, këngë që kanë met anësh. E vërtet. Dhe tani një këngë të Kumanovës? Si? Një këngë të Kumanovës? Të Kumanovës? Po. Mojti që ka lumej te bunari, ku mi je ka në lumej m'ka marrë mali. Mojti që ka lumej te bunari, ku mi je ka në lumej m'ka marrë mali. Kjo këngë e jonë, ashtë, Kumanovare. Shumë lezet, shumë biseda, po vazhdojmë me kalu të kjo pjesa e aktrimit, që tani gjithë kolegët e mi të njihnin pikrisht nga paraqitet tua të fundit, sidomos me këtë verzionin e ri tani të prallave dhe serialeve të reja që... Se ishtë duke pritur poshtë aty, gjithë në përshëndetni. Një respekt, një falenderit shumë. Por të thëmë drejtën, jo vetëm këto. Në autobuza, po kush zhrypi dikon, ja të stacioni autobuzave, pa tjetër ka dikush me ardhen, të bëjmë një foto, apo të përshëndese, apo një kafe të apim. Ka shumë raste kemi. Kështu që aktrimi filloj, ne kemi të lindun, do thotë gen familjar. Gen familjar. Kushëriri im, në dhe mata e më rritë, se Fedin Uredin, një aktori ma, shqiptar. Për fatë, do thotë, ashtë ndjerë, kështu që kam rri shumë, do thotë, me aktrimin. Aja është i pari student që ka kry në Shkup, do thotë, aktrimin. Bile kemi qenë semera me ta. Aj aktrimin në kisha shkollën e artë pedagogike. Bile më pa thanë, Nora, kalon në aktrim, familja nuk e din, mos të rego familjes, po në kisha një fri, kisha një stres, po si të arrejnë familjen. Kështu që kishim, ne ishim 5 vëllezër, ishim ende bashkë, ishim kështu që ato prishin sa ma shpejt të mësojmë edhe unë dhe të ndahemi, do të thosë se në veti. Kështu që unë bejta në arsim. Ndoshta ka ndiku pak që
ai mësonte tekstet, mësonte ato monologet e vetë që ai kishte për aktrim. Në dhomën tjetër ishte një aktor tjetër, tani është aktori i madh ai Ziadin Murtezi, edhe me kushërinë e vet banonte aty. Kështu që ata banin ushtrime, kurse ne i bashkangjitshmi tekstin e kontrollojshëm, e këshyshëm, kështu që ato geste, ato lëvizje, ato mimika pëlqeshin. Kështu që Por edhe ngulitën në kokë. Ndoshta edhe pa dashje, ngulitën në kokë, sidomos kur bën kërso lloj provash thuajse çdo natë. Po, fakt. Edhe ta të drejtën, gjatë pak më herët në ansamblin ton, ishte grupi dramatik, edhe aty ka marrë pjesë 1-2 drama. Mandej ka marrë pjesë aktori i madh Blerim Destani, ishte një film kometa realizuar nga Amerikanët, edhe aty kam qenë në statist, por statist kryesor, do thotë të aktorët kryesor që kishin role, aty kam qenë. Bile, ai aktori, një regjisori, për fat pa ta mekrën, tha mos eknin, tha mekrën, tha pak dokën me pamje, kështu që gjuhën angleze diçka i tha për mua, por nuk e kuptova dhe kur më tha që ta marrim ta për rol. Por pastaj më treguan, por unë isha në punë, ishte një ligj që patjetër do thotë nuk guxon të mungosh asnjë ditë. Një ditë mungon, ditën tjetër të përjashtojnë nga puna. Kur i tregova që janë marrëdhënie pune, ato ju prish pak qefe aty, do thotë kishim dëshirë që të jenë në rol të tyre. Por se kisha atë fat. Pastaj me një regjisor Ministër Kadriu, Balkan Skam, me aty kam pas rol me Dibran Fyllin, kemi pas një rol me ata. Mandej me një regjisor tjetër nga Gustej Varni Turk, ku aty shqiponja artë, por nuk realizua për shkak finansave. Kështu që kisha pak prirje, kisha pak vullnet, kisha pak të lindur, mund të them edhe. Kështu që për të hyrë tash, do të thotë në aktrim, një kolegi im, Xhelal Ferra, mori në telefon, tha Nurdin, tha, kanë fillu tha tregim të futbollore si në Kosovë, si në Maqedoni. Kemi nevoj për një plak, na du. Tash ke dalë në penzion, për një plak na du. Një rol të plak. Thash o Xhelal, thash, pak të më pëshu e koka, thash me ato plane, programet shkollës, përgatitje ditore, javore, mujore, tekstet e nxënësve, thash pak të pëshoj, thash pak psikisht pëshoj. Po jo, thash, s'ki, tha tekst. Thash tekst, më se vjetë, thash, s'u ne baj, thash, në mend. Jo, tha, vetëm qësh dhomës, aty kom krequllës, po, ja, që ato fjali kije. I besova, thash, ma dërgon skenarin, tha, s'ka nevoj, që aty ma shtroja i mu. Edhe unë të i besova, që basi s'kam skenar dhe s'pana tekst. Kur shkova atje, kryqësisht qetër. Rol kryesor, baba, me kam djalin Fejum, e Fejum ja po ikë për tjetër person. Kështu që ishte një rol kogja i fort, kogja i madh. Edhe u dashtu, edhe pranove, se s'kisha frin nga kamerat nga ato, kisha përvoj nga kanga. Kështu që ato kameramanët, Bacenur, mos na këshyr neve, thash Bacenur e di, thash në kang, do të një përcjell juve, kurse në aktrim, jo. Edhe fillova me ato aktrime, ato ishën tepër kënaqur, se isha, unë nga natyrja mi lirë ashtu, por u bazova në bazë të rolit, sepse në rol, tash po dal në aktrim, edhe pse nuk kam të kryme fakultetin, kërkoj ndjes që do një aktor thot, si po flet kurse ka të kryme. Kur ta marr rolin e dikujt, unë nuk jam Nurdin Fetahu, jam ai personi. Edhe do Gjana, s'ka nevoj me i kry fakultetin për me i kuptua, a është lutem. Ma banë si do tjerë, kam qenë disa intervista e kam dhonë, ku më kanë thonë, s'ka nevoj me pas, do thot, fakultetin kur e ke naturalitetin, e ke gjitha këto, e ke karizmën edhe normalisht të donë kamera. Pas të të thëmë këto fjallë që kamera, që më donë. Edhe fillova që aty, filloj më krejt. Të thëmë drejtën, kulminacioni i aktrimit që më rina, është dobit e Ramazanit. Gjdo dit, gjatë muajt të shenjtë të Ramazanit, gjdo dit kishim nga një tregim të shkurt. Pas taj, për atë tregim të regon të hoqa. Të thotë në bjarjet, si ka ndohë, të ka ndohë. Kështu që njerë, të thëmë drejtën frigum, sepse gjdo dit njëtët persona, ndoshta monotonia madhe e ka, publikën, por jo, ajo për kundrazi. Kështu që më rinëm kulminacionin.
Kurse te prallët tregimet popullore ato tregimi i parë jo për e dyta bën një bum ke unë, Rasimaga, kisha një rol të Rasimagës, një zotri që kisha fusha, ara, toka, edhe kisha argat që ato nuk punoni pak, por unë kisha dëshit të punin ma shumë, bile thash njërë ti thash, ti shka thash po pi uj, bile. Ku zënë me pi uj pe e kry këta? Pa e kry punë. Këtë momente aty. Edhe aty shikusit do thotë e pranun, kur shkosha në Shkup, ja Rasimaga ku është ku po vjen. Tash të dobit të Ramazanit rini kulminacioni. Ata ranë që mu banën ftes një ofertë banën projekti tjetër, do thot AV Produksion, ku producenti dhe organizator është Gëzim Hakim Aloku. Tha, ti tha në duesh, ta besoj tha një rol që jam i sigurt që të flenaj roli edhe pranova, por ta thënë drejtën pak largë. I tregova që atës, ti e din shkua Kumanova, autobus Kumanov, Shkup, Prishtinë, pastaj Prishtinë, ndoshta diku tjetër, edhe ashtu ishte, Skenderaj, deshte të shkoj, po kërë më thasë dhe qëfar teme e pranova. Vitet e randa, do thot, vitet e randa, ato e kemi prijetu të gjithë, ne që jemi që të moshuar, prej viteve të theta këndena, qëfar zullumi, qëfar ndodhije, do thot, kemi pasën nga qeveria tërshme e Serbijës, edhe e pranova rolin. Aty kam rinë shumë, por të thëmë drejten, jam i lumëtur që kemi një grup, një brond fort nga aktorët profesional. Ndërto, mos të përmit të gjithë, është Avni Hoti. Edhe Avniu, tha, Nurdin kam dëgju, tha, për ty, por tash, me të vërtet, po shofë se kush qenke. Kër ka pa epizodin e parë, ty, tha, kamera për dojke, edhe, tha, njerëzit. Ta shfalem dhirin. Ska nevoj, tha, diploma. S'do diploma. Kurse ke seriali tjetër që kemi me Dobit e Fshatit, me Elsa Produksionin nga Ferizaj, aty kemi një kundërshtim me kundërshtarin tim, do thot Tahirin, sepse pëndodh qatë dit, vajzën time për e grabit, djali ti, kurse djali për e grabit, vajzën ati qatë dit pëndodhaj. Edhe po kemi grindje, gjdoher kemi grindje. Aty është një serial me të vërtet tepër i kërkuar. Tepër kërkuar. Besoni, komente kemi edhe më kanë darë rrugë, me të vërtet e keti dullën djallë. E kam më në 2 djemë, edhe dullë i afer me mu. Por ne i bëjmë ato dialogi. Komunikimin, a? Beso, sikur t'jen për një me djalli, kam të jo, mërësës djalli, ma të e kam më në vetëm shtë si kolega aktor, jemi shumë tafërt. Jemi shumë tafërt. Për aktrim kemi shumë senet që ndodhin gjatë aktrimit. Po, e vërtet. Po, gjithsesi e përmendë pak më herët që njerëzit kanë filluar të ju njohin, të ju ndalin në rrugë, edhe normalisht është ndjesi e mirë, por sidomos këto vitet pas pensionimit, vyen ndoshta një obligim i tillë, një marrja me diçka të re, i sjell edhe personit në fjalë një lloj kënaqësie tjetër, një ndjenjë që po përshtatet, po ka diçka që po jep për dikë. Në këtë rast ju jep një shumë për publikun. Vrata, në aktrim, aty fillon jeta e re. Po. Unë ashtu e kuptoj. Po. Një jetë që unë shembull në projekte në vitet e rënda, aty nuk jam Nurdin Fet, aty jam uk. Vetëm e ndroj garderobën, unë e marë pozitën qëndrimin e ukës. Edhe gjithmonë jetoj me atë jetën e ti jetoj. Do thot, mu kjo më knaqë, kur e ndroj, do thot jetën ti me private që e kam si Nurdin Fetahu, këto e kam si ukë. Dërsa të këto projekti qeter, do thot, aty është komike, do thot. Kemi një moment që me të vërtet kënaqen publiku i harrojnë pak brengat. Është një jetë dinamike, është një jetë e stresit, është një jetë pa punësia, po si të them, ashtu... Tema ndryshme të cilat ballafaqohemi çdo ditë. Dhe ka nevoj edhe të ketë një, do thotë, pak komike, pak qeshët, pak të harroj ato tjetha.
Zotin Nuridin, ishte shumë kënaqësi që u pata në studio. Faleminderit për gjitha këto që ndajtet me ne. Unë nuk naqa të bashkëbisedua, jam shumë e sigurt që edhe publiku e ka ndjek këtë energjinë tënde pozitive që e keni, edhe po shpresoj që do të takohemi edhe hera tjera, pse jo? Me gjithë dëshirë. Edhe ne ju falenderoj për ftesën. Pak a shumë i tham disa ato makroesore, sepse ka shumë për thonë, por unë falenderoj pa mars të shikuesve që me vërtet na kanë përcjell. Besoj që kanë me të kënaqur edhe me mua. Patjetër. Unë jam i lumtur, ju dëshiroj sukses te juve dhe gjithë stafit juaj televiziv. Edhe ne gjithashtu, por mbi të gjitha shëndet dhe sa më shumë art të bukur. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Miqtë mi dashur, tani është koha sa ndjekim materialin e parë për sot për të rikthyer më një herë pas pak në studio me të ftuarit e radhës.